Duket një mami e larë, e parfumosur, e bërë si njëri, por në fundit me atlete. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri me ne. Unë jam Eneida, si gjithmonë, dhe ky është kanali Familjes Bica. Sot jemi një ditë tjetër bashkë, po ju marr me vete sepse po shkoj në një event shumë interesant dhe mendova që ta ndaj edhe me ju. Ky ishte maksimumi që unë mund të bëja për sot. Një xhaket, një blazer, një t-shirt, një fund me pale dhe atletët takat i kam këtu në çantë. Po iki te piramidat e One Connect Hub, sepse do bëhet një diskutim shumë interesant mbi fëmijën, mbi këtë periudhën digjitale dhe aksesi që kanë fëmijët në kanalet online. Dhe çfarë duhet bëjmë ne si prindër dhe kompanitë e internetit dhe telekomunikimit për ta rregulluar këtë situatë. Ndërkohë po hap flokët e mia dhe po nxitoj sepse si gjithmonë unë jam vonë. Hajdeni me mua që të kuptoni më shumë. Rast i rrallë, hera parë në jetën time që humbi në orar. Po vetë çek se mos kam një çik buskuq të dhëmbë, jemi gati sapo kam ardhur te One Connect Hub këtu te piramida dhe po freskohem pak te kjo hija që shikoni këtu te balkone, derisa të filloj eventi se nga ecja plasa vate. I ka vënë qëllim vetes këtë kohë që do ecë, të bie ndonjë gram se jam shëndoshur shumë dhe nuk ndihem mirë me veten time, jo se më gjykojnë të tjerët ose kam hall që të jem bukur online, po thjesht nuk ndihem mirë nga mbi pesha. Kështu që erdha në këmbë, jo si ishte larg 10 minuta çerekore sa bën kjo rruga, po jam gati tani të njoh njerëz të ri, të bëjmë një diskutim interesant dhe ta nis kështu si herët të fundjavës, sepse është e premte, është ora 2:30. Edhe më duket sikur ka filluar pushime. Domethënë këtu nuk e quaj si lodhe, është vetëm kënaqësi dhe më duket sikur hiq stresin e gjithë javës, e gjithë punës dhe shijoj momentin. Që ke vendosur të ndash edhe fëmijët në rrjetet sociale, por është një zgjedhje që unë kam bërë nga ana ime, i kam hyrë kësaj rruge titulltimi online. Kështu që mundojmë që dhe vajzës time të paktën t'ja shpjegoj çfarë ndodh. Para disa kohësh madje kisha marrë rroba banjës në plazh edhe donte të transformoj. Tash mami është thjesht një tranzishë. Edhe ja filmova, e ula, shikoj dhe nuk është e vërtetë, është diçka që e bëjmë online, e editojmë dhe ja kështu ndodh. Të paktën këtë pjesë e shpjegova që mos ketë ide, por se është akoma shumë e vogël që të arrijë në gjëra më të rrezikshme, por është vërtet e frikshme se si po bëhet ekspozimi ndaj fëmijëve. Ke pasur ndonjë moment që ka qenë i vështirë dhe nuk të ka pëlqyer? Para disa kohësh, të them drejtën, se unë isha me ide që vajza ime shikon në YouTube ato kanalet që janë promotion e saj. Dhe një ditë kur ishte duke parë si shorca, dite një video që thonë këti ishte dikush duke punuar me plastelin, që mund të mendosh që është një material për kontent për fëmijë të vegjël, dhe ai thonte që nëse ti nuk i bën like kësaj videos, ti nuk i do prindrit e tu. Bëj like video, e konta anglisht, por normalisht tani fëmijët kuptojnë shumë mirë anglisht. Dhe që nga një moment të drejtën u trava, se thash kur arrin të marr një mesazh të tillë, imagjino çfarë do bëhet më vonë, dhe kam filluar që në momentin që e lëm YouTube, paktën i them do rish këtu me mua, dhe jam gjithkohës kthesit nga celulari im, nga vajza që paktën mos ketë ekspozim të tillë kaq herë. Sa po mbaruam diskutimin në panel, e kam shijuar pafund, sepse pam këndvështrim nga psikologë, nga kolegët të cilat punojnë tek One, dhe tani jam me Eraldan. Përshëndetje. Eralda është departamenti i produkteve inovative dhe është marrë me një produkt që quhet One Safe, dhe unë jam shumë entuziaste që ta diskutojmë dhe bashkë të kuptoni edhe ju se çfarë po bëjnë kompani si One që fëmijët tanë, sidomos tanë që merremi me content në rrjetet sociale të jenë sa më të sigurt. Eralda, do na thuash diçka? One Safe është produkti jonë më i ri. Me One Safe ne ofrojmë kontroll prindëror, por edhe mbrojtje nga rreziqet online. Është një produkt i cili ofrohet për abonentët tanë në rrjetin fiks, është tërësisht i personalizueshëm
prindi vetë mund të vendosi në cilin nivel sigurie do ta kategorizoj fëmijën e vet, apo cilat faqe mund të bllokoj apo të lërë të hapura. Është një produkt super i thjeshtë, është intuitiv për prindërit, ata do ta kenë shumë të thjeshtë për të mësuar me të dhe për të vendosur le të themi kufizime për fëmijët e tyre që të mos rrezikohen kaq shumë online. Dhe ai aktualisht është shqetësimin kryesor, sepse ashtu si po rritet vajza ime me ekspozim gjatë gjithë kohës online, sigurisht unë si prind dua pak kontroll që të ndihem e sigurt. Do të kesh mundësi jo vetëm që të kontrollosh, por edhe të personalizosh. Mund të caktosh një orar të cilin ajo mund të përdori internetin, mund ta bllokosh internetin në orare të caktuara, mund të bllokosh ato faqe që ju i mendoni si të rrezikshme për moshën e saj, kështu që OneSafe ofron 3 nivele sigurie, është për të rritur, për adoleshentë dhe për fëmijë. Megjithatë, edhe brenda këtyre kategorive ju mund të personalizoni. Po, mund ta personalizosh si të jetë më e mirë. Kështu do ruaj edhe vajzën, edhe mbesat. Edhe të gjithë familjen, duke qenë se OneSafe të mbron nga të gjitha rreziqet. Do ruaj edhe burrin. Edhe nga malware dhe phishing. Faleminderit shumë Eralda. Faleminderit dhe ju. Që gjej mundësinë ta ndej dhe me ju këtu në YouTube. Për shembull, para disa ditësh doan ishte duke parë YouTube dhe tek shorcat i doli një video që thonte këti ishin njerëz duke punuar me plastelin edhe duke si një video për fëmijë. Ndërkohë që audio thonte nëse nuk i bëni like kësaj videos, do thotë që ju nuk i doni prindrit tuaj. Ose të tipit bëj like kësaj videos që të tregosh dashurinë për prindin tënd, diçka e tillë. Edhe dojnë që i dha like dhe tha mami shifë i dash like, sepse unë të dua. Të normalisht anglisht tani gjithë fëmijët që rinë online kuptojnë shumë mirë. Edhe që nga i moment me thënë drejtën u trëmba dhe kam gjithë të kohë që në kohën që dohen e lejoj të rinë YouTube, duhet të rria fërmej që edhe ta kontrolloj. Dhe i kam thënë që mund të shikoj video tona, që i shikon me shumë dëshirë, natë për natë shikon vlogjet tona, futet e kanali. Edhe shikon pasaj Diana, Edli, janë ca vajza nga këto të YouTube-it që ajo ka qef. Edhe mundohem që ta monitoroj sepse është bërë situata vërtet e frikshme. Ky produkt i OneSafe më pëlqeu shumë, sepse nuk ishte thjesht bllokim në telefon, po është bllokim në rrjet, për t'i bërë fëmijët pak më sigurt, kështu që këto kohë kanë ardhur dhe neve duhet kujdesemi më aq sa mundemi që t'i ruajmë pak fëmijët tonë nga ekspozimi online. Tani kalem të gjërat e qefit, nuk kemi vetëm diskutime për gjëra serioze. Jam tek qendra, sapo arrita, është ora 5 pa pak, po iki të marr makinën, të marr fëmijët dhe burrin, dhe do ikim te një lokal i ri që më duket se është hapur në Dajt. Ajo shoqja Alisa na e ka treguar, nuk e kemi provuar ndonjëherë, dhe po shkojmë për një darkë romantike me 2 palë fëmijë secili çift, që të nisi fundjavën kështu me energji pozitive. Kështu që nuk po ju lodh më duke folur duke ecur, sepse e di se sa e bezdisshme është unë me zimar frym dhe ju flas juve. Rini te kjo video dhe na shikoni se ku po ikim tani. Arritëm! Jej, sa po arritëm! Ky lokali quhet Lind, tani me sa në tha Alisa, është lokali i ri që sa po është hapur, dhe shqyqur kemi kapur akoma të orën që ka dhe pak diell dhe dojnë mund të lozi jashtë. Për t'ju ta tregoj se sa bukur është. Çfarë ankesa është ti për të makina? Ankesa unë? Se është ditë e premte, se në nëzirë, se duam të shlodhemi. Po mirë. Gruaja e keqe, me qa po shikoj, mja vlen. Tani doam ushqim të mirë. Jo kështu se, që më bën mua kështu mrapa, ky tak në video. Qithë bëj se mos bëjmë ne të parët. Ja vetëm burri im bën gabime dhe del në video ti korrigjoj. Po janë, po ngele lukëve me mamë. Ngele lukëve. Ata? Krycik. A të pëlqen këto? Qa do bësh ti? Me këtë do luash sot? Unë do luaj me një vajzë. Me një vajzë? E mejnë me?
Po shqip që kam gjetur. Ha, që ke gjetur? Ka gurat, si guatka. Oj, që cute! Ku I gjetë të? I gjeta aty të lodrat. Ah. Do të shikoni pak sa kurat bukura janë aty. Pa. Hajden. Hajden. Hajde më diqini mua. Okej, po të ndjekim të. Shumë e bukur, mama. Sa bële ti? Baba. Dolce dhe fotokopja e Dolce. Du ira tjeli të sytë. Oje. Baba. Nuk e disi kam bërë këtë qënë ka ishë bukur më Dolce. Së shab. Pëllty për të. Pëllty. Këtë së bëli ka të së bukur, mame? E po qa diferencë bëjnë disa video dhe story në Instagram. Sa konzore që kemi arë të këj lokalit e linë, filluan gjithë mesazhet, ua sa nice, ua ku që ka ky, ua si më pas ka shpëtuar. E po ja është një restorant I ri, kështu që e pat edhe ta provojmë neve, t'ju tregojmë si do jetë, edhe pastaj hajden ju ta provoni edhe ju. Dhe pas ka disa gjëra interesante, unë për vete ja vura syrin, nuk është jam një fan se madhe mishit, ja vura syrin disa papardeleve artizanale me mish viçe, po nuk e di. Meqenëse do marrim disa gjëra të ndryshme të provojmë. Është shumë qetësisë, akoma nuk I ka del name. Mi se më ndeshësh dhe herë, është ora tani 7:05, kështu që ne jemi akoma duke pritur Alicën dhe Jonin, po ja falim të vonisë, edhe ato janë me bebe të vogël, kështu që mezi kanë dhënë në shtëpia. Po darkën e kemi gjithën tonën, do ta shirim me Terezi, edhe do ham, do pim edhe do shirim fundjavën. Kur them do shirim fundjavën, nesër mëngjes jemi në punë, po. Themi që shijoj. Ja prisim të të tregoj çfarë do porosisim. Ne sa po këthyem në shtëpi, Doan, si kalove ato, ma? U knajqe? Që pan? Karamele. Kjo goca sa rrypën të makine, gjendojnë karamele nga ato me kafe dhe han. Po neve sa po këthyem në shtëpi, lokali ishte fantastik, na pëlqeu shumë, ushqimi ishte shumë e mirë, edhe Doan u knajq duke luajtur me shoqen. Ja ta hapu në shpe. Tani po futemi në shtëpi se jemi aq të lodhur, po flem në këmbë. Do të bëjmë gati qumshin për jam dhe shpresojmë që të na flej shumë, sepse ka fjetur gjatë gjithë mbasdites në lokal. Po pas ka rënë një lule për to. Kështu që po ju themi natën e mirë dhe nesër japim më shumë detaje për lokalin dhe mbrëmjen tonë romantike me nga 2 fëmijë secilit çift. Natën. Si natën, mam? Natën.